Ndonë se rrugët janë të mbushura në kryeqytet me njerëz, të pakt janë ata njerëz që duan të flasin për politikë, se çfarë mendon populli për ministrat e ri dhe rikonstruimin e qeverisë, ndiqeni në vijim. Qytetarët e anketuar nga televizioni Koha nuk kanë ndryshuar mendim lidhur me mënyrën e funksionimit të qeverisë. Thonë se janë të lodhur nga premtimet elektorale dhe fjalët e njëjta të gjitha partive politike. Deklarojnë se politika është në plan të dytë, sepse janë mjaftueshëm të ngarkuar me problemet e përditshmërisë. Çfarë prisni prej ministrave të ri? Kur gjë heq. Fjalë të moqme. S'ka lidhje pikaqet? A duhet me punu për popull? Si mos punon, atë në talëshën fotelën, në të shkon të shtëpia. Inshallah bon, çka më mirë. Çka më mirë për popull, inshallah bon. S'kam lidhe drejt me tregu, penzi jam, hiç se më intereson. Shumë vetë jam kon me këta politikë, mo s'kam besim as këkëna. Nesë dhe me atjera për të tunër shumë nesë. Pas rikonstruimit të qeverisë, Partia Shqiptare vlen ka zgjeruar përfaqësimin në kabinetin qeveritar. Nga 5 ministri që kishte më parë, tashmë do të drejtoj gjithsejt 6 dikastere, duke marrë përgjegjësinë për Ministrinë e Kulturës, Ministrinë e Drejtësisë dhe Ministrinë e Sistemit Politik.